Gjatë biseda kështu në përhullët të kuvendit apo me biseda me deputet të Serbisë, ke pas në rast me ndëgju bisedë për Mitrovicën Veriore, a e din ata që Mitrovica është e jona? Kur i bisedon me ta në aspekt zyrtar, ata thonë Kosova është e jona. Nuk flasim për Mitrovicën, sepse po të orientohen Mitrovicën, do të nuk kuptojnë që pjesët tjetër të Kosovës e njohin si të povarë. Që ata mbajnë atë qëndrimin se Kosova është e jona, por e kanë të qartë shumë se gjendja faktike është diçka tjetër, se unë mund të hinë Kosovë 2-3 herë, 5 herë në ditë, pa problem. Bile ka raste kur kom edhe ndihmën e policisë me lehtësu qarkullimin. Kjo nuk mund të ndodhë për një ministër, kryeministrin serb, apo cilin do zyrtar qeveri serbe. Dhe vetëm kjo është një element i cili dëshmon qartë se Kosova nuk është Serbi, se nuk është pjesë e tyre. Megjithatë, pavarësisht se ata kanë qartë këtë punë, në aspektin politik dhe diplomatik, akoma si në gjendje ta pranojnë, derisa nuk përfundon gjithë kjo me një marrëveshje që duhet jetë me Kosovën, do tjetë ajo e mirëkuptimit, do tjetë marrëveshje e normalizimit, apo do tjetë marrëveshje për njohjen e ndërsjellë, tash nuk dimë se si do të fundojë. Pse gjithë kjo urrejtje? Po urrejtja nuk është e sodit. Pse gjithë kjo urrejtje e serbëve ndaj shqiptarëve, kur e dimë që ne nuk kemi kryer krime, janë ata që kanë bërë krime. Urrejtja nuk është e sodit, urrejtja nuk është as e 99-s as e 89-s. Urrejtja edhe stereotipet, paragjykimet serbe për shqiptarët janë ndërtu në prag të luftrave balkanike, gjatë luftrave balkanike dhe sidomos pas shpartallimit të perandorisë osmane, në 1913, kur qeveria serbe me ushtri kishte zaptu Kosovën atëherë. Për të arsyetuar një politikë të zaptimit të një vendi të huaj, një territori i cili s'ishte i tyre, as me popullsi, as historikisht, ata janë detyruar të pjellin teori të tilla që në Kosovë është e banuar nga njerëz të egër, nga njerëz që nuk ja din rendi ligjit, nuk ja din rendi shtetit, dhe ne po shkojmë të civilizojmë. Dhe teoritë e këtilla dhe praktikat e këtilla, do thotë Serbisë ndaj shqiptarëve e kanë gjenezën atje. Për këtë flet shumë qartë liberali serb Dimitrije Tucović në veprën e vet Serbia dhe Shqipëria. Politika e borgjezisë serbe ndaj Kosovës, ai e përshkruan në mënyrë shumë të qartë gjithë atë mlef që ndërtohet atëherë nga borgjezia në Beograd për të arsyetuar ekspansionimin serb dhe për të arsyetuar okupimin e Kosovës në atë periudhë. Pra që nga atëherë dhe kjo tash është ndërru në një mit për serbët, megjithëse që realitetet sot janë krejtësisht ndryshe, ata akoma e shihni edhe në paraqitjet e mia dhe kolegëve të mi nuk janë të gatshëm të pranojnë një kritik nga një shqiptar. Parlamenti në Beograd edhe atë marrin fjalimet e tona i marrin si një shenjë demokratizimit të Serbisë. Na ju lejojmë juve me fol këtu. Po ajo është drejt kushtetuese e jemja, ligjore. Cili është dallimin mes një deputeti tjetër dhe një shqiptari që është deputet, i cili ka dalë zgjedhje, ka marrë votat dhe faktikisht në bazë të legjislacionit të brendshëm të Serbisë përfaqëson komunitetin i cili ja ka dhënë ato vota. Po pse gjithë kjo urrejtje ndaj flamurit ton? I kanë frikë shqiponjës, i kanë frikë bashkimit kombëtar apo cila është arsyeja? Thash se këto filluan shumë herët, kanë filluar më herët në 1913 sidomos dhe duke pas parasysh se flamuri është bashkë me gjuhën. Përbëjnë dy elementet kryesore të identitetit tonë kombëtar, ata duke tentu ta mohojnë identitetin tonë, tentojnë ta mohojnë flamurin, mohojnë gjuhën, mohojnë gjitha veçoritë që i kemi ne. Kanë frikë nga bashkimi kombëtar? Po kanë frikë se në një periudhë të gjatë, 100 vjeçarin e fundit, Serbia ka qenë në një formë gjandari i Ballkanit. Vitet 90-ta dëshmuan qartë se ata ishin edhe fuqinë ushtarake edhe politike e patën që shkojnë deri në atë mas që kanë kryer krime edhe në Bosnjë, edhe në Kroaci, edhe pjesërisht në Sloveni, e sidomos këtu në Kosovë. Tash po e humbin atë rolin e xhandarit, me faktin se decenjet e fundit, 2 decenjet e fundit sidomos i kanë nxjerrë në Ballkan shqiptarët si element pa të cilin nuk mund të ndërtohet paqja në këtë rajon. Ata kanë pas një urrejtje më herët me kroatët, duke i konsideruar si kombë rival. Tash ky rivalitet edhe politik, edhe ekonomik, edhe gjithçka vjen pa edhe me shqiptarët dhe normal që në atë mendësim politike dhe kolektive serbe na shohin si armiq. Çfarë mendoni për akuzat ndaj krerëve të ushtrisë kombëtare të Kosovës?
konkretisht ish presidentit Hashim Thaçi dhe ish kryeparlamentarit Vesili e të tjerëve. Si e vlerëson këto kur ne e dim që ka kriminal ende që sillen të lirë në Beograd? Po mjerisht, unë e kam përmendur se në Beograd akoma nuk funksionon, edhe pse kanë themelu një gjykatë speciale për të gjykuar krimet e luftës, qofshin ato në Kosovë, në Bosnjë apo se kriminalit e luftës në Beograd dalin në për emisione dhe kanë hapësirë mediale të habitshme dhe është shumë problematike kjo çështje. Nuk ka ndonjë përballje me krimin çfarë është pritur nga Serbia, sidomos çfarë ka pritur Bashkimi Evropian. Ndërkohë, Kosova me themelimin e gjykatës speciale, me aprovimin e ligjit, ka dëshmuar se është e gatshme të ballafaqohet me të kaluarën e vet. Dhe në këtë drejtim edhe shkruarja vullnetare edhe e presidentit Thaçi, edhe kryetarit Veseli dëshmon gatishmërinë e shqiptarëve për të ballafaqoher me të kaluarën me bindjen time dhe shpresën se do të dëshmojmë pafajësinë edhe të tyre personale, edhe të çfarëdo implikimi në çfarëdo krime të UÇK-s, sepse lufta UÇK-s ishte një luftë antifashiste, kundër një fashizmi, një politike fashiste e cila tentoi në praktik ta shfaros tërësisht kombin shqiptar këtu në Kosovë, do të dalë dhe do të ketë një kthim, shpresoj, shumë më të fuqishëm krahas në raport me Serbinë, duke pas parasysh faktin se atje për ditë e më tepër po zbulohen edhe varreza tjera masive, cilat dëshmojnë një krim të organizuar shtetëror, një politikë shtetërore genocidale, e cila është zbatuar ndaj popujve tjerë në Ballkan, sidomos këtu në Kosovë. Si janë reagimet e presidentit Vučić kur këto varreza masive zbulohen? Ka ndonjë reagim ti? Po unë nuk besoj e keni përcjellë. Unë parlamenti bëra ftesë kryeministres Brnabić atë ditë kur u zgjoll, që bashkërisht shkojmë ta vizitojmë Batajnicën për të ballafaqoher me të kaluarën e vet të dhunshme ndaj popullit shqiptar, sepse ajo është një varrezë e dokumentuar më. Tash po del edhe një tjetër në Rashk atje Kizhevak. Ishin edhe Petro Osello dhe gjithë ato tjerat. Por pavarësisht se organet e caktuara, sidomos Komisioni për të pagjeturit po vepron në drejtim, në bashkëpunim sa di me institucionet edhe të Kosovës edhe ato të Bashkimit Evropian për të zbuluar këto varreza masive, akoma nuk ka gatishmëri politike në Beograd që hapur të merret përgjegjësia, të pranohet përgjegjësia dhe të kërkohet, të bëhet kërkim falja ndaj shqiptarëve në Kosovë, edhe për shkak se nuk është përfunduar dialogu, sepse besojnë se kjo do ta ulte pozicionin e Serbisë në këtë dialog. Faleminderit shumë që ke ardhur, kishme shku me blog të parë marketingut, ishme kthy me disa surpriza të mira për ty. Faleminderit. Marketing kthehemi pas pak. Jemi kthy prej blokut të parë të marketingut bashkë me deputetin e nderuar Shajb Kamberi. Faleminderit edhe një herë që erdhe. Faleminderit për ftesën. Kjo orë prej Beogradit të ne kam një dhuratë enkas nga familja e eruit të kombëtar Agim Ramadonin, një kapoj zbar. Ta vënë çtu. Ha? Ti s'pengon. Faleminderit që e pranove dhuratën. Faleminderit. Dy fjalë për herojt të kombëtar dhe për gjithë dëshmorët. Sigurisht që ti javçan amanetin vend. Po mirë, sa i përket dëshmorëve që UÇK-s që në Kosovë kanë rënë për lirinë, e kanë përmbush, amaneti tyre po përmbushet dal nga dal. Kosova si shtet shpresoj shpejt